realisht është hera e dytë që kemi bë paralajmërimin që çdo kompani që kryen shërbime precizionit shtetërore dhe komunale, i kemi paralajmëruar që ta bëjnë llogaritjen koston sepse paga minimale ka koston e vet, sepse këta punëtorë deri më tani janë paguar dikon 300, eventualisht 350 euro. Tani e dini që nga 1 janari e tutje deri me një korrik është 425 euro dhe ka një diferencë. Edhe ne kemi kërkuar nga kompanitë private që të kërkojnë rritjen e kësaj page tek qeveria e Kosovës, sepse kjo ka marrë vendim dhe ajo duhet të stimuloj kompanitë, sepse këto kompani kanë kontratë pune me institucionet, po themi, shtetënore, me një pagë më erë që ka qenë, tash këtë pjesë duhet ta stimuloj qeveria e Kosovës. Dhe kemi paralajmëruar që në rast se nuk e bën ta, sepse këtu kemi rast vetëm me kompani publiko-private, kompani që kryejnë shërbime për institucione shtetënore, për qeverinë, për kuvendet komunale, vetëm këtu kemi këtë problematikë dhe kemi paralajmëruar që ta bën subvencionimin e këtyre pagave, pasi që ne edhe sot e dim që ka qenë vendimi i qeverisë të mahershme të vitit para prak 2024 ka qenë që paga tjetë 350 euro, ajo ka në shumë vende që nuk po zbatohet. Dhe kemi paralajmëruar që nëse kjo nuk stimulon, nuk e bën atë barazimin e pagës minimale, ne normal që të zinalim shërbimet tona. Në këtë rast, absolutisht nuk i prek kompanitë private. Ky çmim, paga minimale e prek vetëm qeverinë e Kosovës dhe kuvendet komunale. Do të thonë, ne rast konkret kemi gjithë punëtorët teknikë, punëtorët e sigurimit fizik që kemi mbi 600 në QKUK, ata kanë pagën për momentin pagën kanë 370 euro, kështu që duhet i shtohet edhe kjo paga tjetër që është ngritë në 425 euro. Kjo është ajo diferenca dhe kemi kërkuar nga operatorët që të kërkojnë rritjen e pagës tek institucionet përkatëse aty ku kanë nënshku kontratë. Normal që ne kemi marrë edhe pëlqimin e punëtorëve dhe nëse në janar nuk dalin pagat me rritje, atëherë normal fatkeqësisht kemi shkuar që në spitale, në qendrat familjare dhe në disa shkolla do të ndalohet puna sepse qeveria e Kosovës duhet të zbatoj vendimet që i merr vetë. Këtë vendim mirë që e ka marrë pas një presion, po themi në atë aspektin, pse përkundër asaj që ne për çdo ditë kemi lypë që të rritet paga minimale, por është marrë një vendim pa presion dhe atë vendim ai duhet ta respektoj.